Mirë për më ka një mua dhe shoqja. Mërë tha, krejt orin që e patëm, martes. Sa shite këta ori, edhe do pare që i kisha bojë me tërkti, e fillova e bleva një maqinë të tërris atër në Shkup, i lash mas për vime. Atërë kënë si hupë zë vitin e parë, të mërshën në ushtarë, ma njerë. Boni se fitove kusin, pjo kime shkursa. Edhe ma qënë të tjërën për ushtarë, ma nda prejnë. Unë i bitarë dhe përvime një ojtike, edhe i mundova diçka edhe në letërsi, se kom posë. Prirë në letërsi, shkova edhe në letërsi, andaj më qënë në ushtarë, të mena më martun, edhe u prish regli i fakultetit. Mirë po së është njerë mu shgeny, nuk jam i zgënym se se kom kryt. Se kom një oni, më mërmendja bukur shumë, ma shumë se qëta si janë sot arsimtarë në shkollë villore. Se mas lufte kanë ble diploma në trafika, e janë bo arsimtarë. Për që ta edhe arsimin në karo. Na shqiptarë duhet arsimin me këqyrë si sytë të balit për me desh me përparu. Na nuk jemi kurkuq tash. Arsimin në karo në zero, kultura në zero, ekonomia në zero, nuk e di. Kom pritë që bon ma mirë se Zvicra, na jem ka do mu bo Afganistana, nuk e di që. Se nuk ja dim kimetin që kemi hek, me orë i këtu, e tash i kem harru. Janë dalë do jashtë, që ata për në mojnë. Një jashtë atë i qënë para si budallë, i manë dhejtë të në shpe, ta rrimë, flejnë gjatë ditët, su interesën më shumë kur gjohë, edhe që kjo është pasivizim total. Mandej, edhe shteti ka bukur shumë fort, dha shumë që so veteran luft. Unë për veti, ka mujtë me marrë veteranit, mirë po, tash jo s'du me marrë. Dhe se merë dikush jo nevojshëm, ka kushtet e dapta. Unë punësha për veti, gjallënësha për veti, nuk i kisha nevojën me marrë ato. Edhe pse e ko mëritu. Nuk jam parashit me marrë, sot atë ditë, sot e marrë një penzion një që me 50 euro ne u ka po qëtar. Të bëhej krye familjar ishte një etapë tjetër e rëndësishme. Përgjithësitë ju shtuan dhe tregtia bashkë me Zdrugtarin u bën pjesë e përditshmërisë së tij. Sa kemi qenë bashkë me djalin e miq. Ai kem pas Zdrugtari, kem pa pas Zdrugtarin tonë atëherë. Mirë po, sa ishim bashkë, mu mbi keme punu me ta, ma shumë të me djalin e miq. Ai ishë mjeshtër i mirë. Edhe punova me to dhe i sa u danë, kur u danë, tha, mu më takojnë mashinat. I morë krejtë Zdrugtarin e bonit vetën aje, unë me ta me gishtë në bojë. Ajtë, shka me bo ta, shka me janë gjitë. Një kam nërë nërësia të ullën pazarë. Tregti, blej shit. Mirë për më ka një mua dhe shoqja. Mërë tha, krejt orin që e patëm, martes. Sa shite këta ori, edhe do pare që i kisha bojë me tërkti, e fillova e bleva një maqinë të tërris atër në Shkup, edhe fillova me tajt, dhe në 2004. Fëmija ishin 4 vajza një djallë, vajzat kisha qef mi shkollu. Janë esen u rritën vajzat, janë esen me mi lyp, atër o konë interesant, o bo që ka mirë shkët ja lypi. Edhe na mirë është në Gjermoni, se pjaki. Po une nuk shkova ka joja, thash,
kush vike me lypë të shaj kam dhonë, kuj ke dhonë në shkollë. Edhe e vazhdojnë vajzat mirë, po më kanë mësu. Djali e kreu shkollën e mesme, e morë zanat për automekanik. Nuk e paguishin automekanik i mirë u bo fat. Se paguishin mirë, unë du me dalë jashtë. U mundova balë, se kom trullën shumë të mirë të brejtë. Thash po ta bëj po hi me kredit e pak bërë që po ta bëj një mloj, pak që aty një lek të rjanisë punës. Tha jo, tha ose kom me bo matë mirë se që aty në kom punu, ose s'kom me bojë. Tha unë e du me dalë vizot, ja gjeta e vizë e qita. Nuk më negoj, se sa dhe kish punën nështë ma mirë servisin e vetë të tanat mirë. Mirë, por nuk më negoj, o shku që atje. Vajzat i këmë shkollu me fakultet ekonomik tana, magistraturën e kanë kry, atëherë ju këmë thonë tash mërë një patent shoferat edhe martonë. Sot se cila ka punën e mirë.